Ilir Ali Mehmeti ishte një nga kandidatët më të votuar në garën për Tiranën në listën e hapur të Partisë Demokratike. Më herët ai është shprehur se listat mund të bëheshin edhe më mirë. I pyetur në një intervistë se pas humbjes në këto zgjedhje a duhet të dorëhiqet Sali Berisha, Ali Mehmeti ka deklaruar se proceset kanë etapa dhe nuk mund të digjen. Pas përfundimit të proceseve do të ketë një analizë të thellë për të parë pikat e forta dhe ato të dobta, tha Ali Mehmeti. Nuk mund të digjen etapat, proceset kanë etapa, fillimisht është procesi ende mund të ketë rinumërime, ka kolegje zgjedhore e të tjerë. Kur të mbaroj procesin, ne do të kemi një analizë, pasi bëhet analiza, shikohen pikat e forta dhe të dobta. Listat ndoshta kishin mundësi që të bëheshin më mire, kemi thënë këtë dhe më herët. Kryesia është mbledhur e me radhë dhe do të marrin vendime përkatëse. Unë shikoj pjesën time për momentin, jam në vizione specifike aktualisht dhe më pas mund të bëhet analizë më e gjerë, ka thënë ndër të tjera Ali Mehmeti në intervistë.